Ferma VIP, ju e dini, është për shumë se një reality show, është një vend ku tregojnë historiku, ndahen emocione, ku shijohet çdo moment, akoma më shumë me birrën Vatan. Bira që sjell shijen autentike shqiptare në Tryezë, sepse ku ka Vatan, ka fest, ku ka Vatan, ka Shqipëri, dhe për t'i dhënë dhe publikut mundësinë që të bëhet pjesë e kësaj eksperience, Bira Vatan dhe Ferma VIP kanë organizuar një lojë në Instagram. Mes shumë pjesëmarrësve, fituesi Marko Gjonaj fitoi mundësinë të vizitonte fermën dhe të kalonte disa orë pranë fermerëve tanë, duke përjetuar më nga afër edhe atmosferën unike që mbizotron aty edhe për të njohur akoma më shumë fermerët. Keni qëndruar disa orë me Markon, si ju duk ju njerë, t'ju marrë juve një përshtypje për para sa shohim? Fantastik, shumë djali mirë. Shumë djali. Djali fantastik. Djali fantastik. Zjarfikës, Zjarfikës ishte Marko. Zjarfikës vazhdonte studiet për juridik. Limonte tjatin në punë edhe ishte dhe valtar, edhe kërcente. Edhe kërcente. Multitalent, pra, e shohim këtë klipe disa nga momentet me Markon në shtëpi dhe rikthehemi pastaj. Bira Vatan ka organizuar një giveaway për ndjekësit e saj, duke u dhënë mundësinë të bëhen pjesë e eksperiencës së Ferma VIP. Marko Gjona nuk është thjesht një vizitor, ai do të bëhet për pak orë fermeri i 8. Ju ftojmë ta mirëprisni dhe ta bëni pjesë të këtij rrugtimi të veçantë ku ka Vatan, je dhe ti. Mirë se erdhe. Si u gjeta? Si kalon? Si jeni? Gëzuar me birën Vatan, sa ka mundësuar. Marko, sot kemi punë. Tani ti, Marko, do na tregosh kur ditë mirë është se kemi gjetë akoma, thuaj vërtetën. Marko, po si dukemi më të bukur kështu live apo nga televizioni? Më të bukur kështu live. E mërvis, ha? Mashallah. Atje këtë madhe duhet më shku pa bluzë kështu si të zej turpit, s'kuqen. Bu munum. Ke qef të kalosh jo 2 orë Eros me Mozin? Kush është i preferuar jo? Tregohet. Nuk tregohet. Lopët e mia! Shiko, kush të priti? Ishte Oli. Ishte gëgja mje. Qërë para mje që merë pak mbushi ujë, pastroj. Nga një firmë të dhe... Dhe unë ta kem kujtim që... Si nga Vatani, si nga ju... Ma bërë dhe zemi që ta di ku e kam. Mirë pafshim, falja paqë. Falja nga shkolla. Falja. Nishte një emocion ndryshe. Falja mi bëni bujarë. Edhe mos e ndaj Vatanin, mos e ndaj. Por, Marko, nga Vatani nuk ka qenë i vetmi ftuar special që keni patur gjatë këtyre ditëve. Ne kemi shijuar shumë, se di si kaluat ju, atë natë me opinionistët. Shumë bukur ka qenë. Jemi kënaqur. Toni vërtetën. Jemi kënaqur vërtet. U kënaqët vërtet. Po, vërtet shumë. Po nuk ishin asnjë informacion për lekët. E pash, nuk ju treguan, ë? Jo, nuk na treguan apo nuk ishin informacion? Si s'kan pas informacion, ta e din shumë mirë se ku janë lekët, po. Arbana tani po dyshon të katërt ju, ë? Po dyshon të katërt. Të katërt, te unë mos dyshoni fare, këta të 3, madje e di kush e di tamam, se Angeli dhe Ermali bëjnë si kur e din. Fiks tamam e di Armina se ku janë lekët. Është mashtrim. Sara mos i beso. Sara, vaj sa i beso. Sara, vaj sa i njeh Arminën. A më jep të drejtë që e di kjo se ku janë lekët? Jo, me ajsa e njo Arminën, e di që do i dhim se duart me kalloj që ne jam për. Më njef, Arbana. Do i dhim se shqin për lekët Arminës. Do i dhim se shqit ju Arminës për lekët. Po? Po, okej.